Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se pensionistët në Shqipëri po përballen me varfëri dhe vështirësi të mëdha ekonomike, duke akuzuar qeverinë për mungesë mbështetjeje ndaj të moshuarve. Në tryezën e Departamentit të Ekonomisë dhe Financës, pensionistët të nëpërkëmburit, Berisha tha se rreth 490.000 pensionistë marrin pension të pjesshëm dhe se rritja e pensioneve nuk ka ndjekur rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe ilaçeve. Ai shtoi se inflacioni real për produktet bazë është shumë më i lartë se ai zyrtar i raportuar nga qeveria. Duhet kemi parasysh një gjë që rreth 490.000 pensionistë marrin pensione të pjesshme. Nuk marrin pensionin minimal të plot, por marrin pension të pjesshëm. Çka do të thotë thërrime, dhe po të kemi parasysh çmimet e tregut, ata kanë një jetë shumë të vështirë. Zhvillimi më negativ ka qenë ky, që rritja e rrogave dhe pensioneve nuk ka ndjekur rritjen e çmimeve. Dhe në Shqipëri inflacioni në tërësi krahasuar me inflacionin selektiv. Inflacionin ta quajmë të shportës së mallrave më të domosdoshme, ushqimeve dhe mallrave më të domosdoshme për pensionistin. Ky inflacion i dytë, në realitet, mund të jetë 10-20 herë më i madh, më i lartë se sa inflacioni në tërësi. Pra, po të marrësh, kemi të bëjmë në qoftë se i përdorim, kemi të bëjmë me një cinizëm shifrash të pashembullt. Është një gjendje absolutisht e papranueshme. Nuk ka shpërndarje më të pabarabartë të ardhurash se sa kjo.